Në 5 bashki të vendit po zhvillohen zgjedhjet e pjesëshme vendore, ndërsa procesi i votimit po vijon pa probleme. Përgjithsisht, qytetarët shprehen skeptik për këto zgjedhje. Madje disa prej tyre thonë se as nuk do të votojnë, dhe më të zgënjyerit, përkthyer edhe në shifrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të paktën deri në këto momente, duket se janë qytetarët e Vlorës. Për shembull, kategoria e pensionistëve. Çfarë thon ata për mediat? Nuk kam votuar, kam 30 vjet që votoj dhe asgjë nuk kam fituar. Kam punuar 36 vite në kohën e Enverit dhe marr 180.000 lekë të vjetra pension. A mund të jetoj me kaq? Ku më duhet të paguaj ujë, drita apo ilaçe? Përse duhet t'i kërkoj para fëmijëve kur un kam punuar dhe nuk ushqej dot veten time tani? Si të votoj, si të mos votoj, ata gjithsesi i vjedhin votat. Vlora për shembull është një qytet me shumë probleme, por sot shoh që nuk kanë interes as për të votuar. Mirëpo probleme kanë edhe të rinjt, pasi nuk kanë punë. Të rinjt kanë nevojë për punë, shprehen qytetarët. Mirëpo nuk është vetëm Vlora me qytetarët më të pakënaqur. Edhe të tjerë që votojnë sot, si për shembull banorët e Matit, shprehen të zgënjur e të pakënaqur. Madje për ta zgjedhjet e sotme janë kot, pa asnjë dobi. Sipas tyre të gjithë janë hajdut, ndaj dhe kanë zgjedhur të mos votojnë.